Nuk ka progres në një ekonomi ku të rinë shohim të ardhmen jashtë vendit për shkak se nuk mund gjejnë punë të mira në Kosovë. Në mungesë të mundësive, një popull i tërë po i mban syt nga qeveria për shtesa sepse nuk ka gjë tjetër. E keni lënë një popull të pres çdo muaj, a mos do ndohen 100 euro, a mos do të ketë një shtesë tjetër. Kjo nuk ka të bëjë me zhvillim. Kjo nuk është ekonomi që e fuqizon qytetarin. Kjo është politikë që e mban qytetarin të varur nga qeveria. Familjet kosovare ka nevojë për mirëqenie më të lartë. Burrat dhe gratë, të rinj të treja, ka nevojë për ma shumë vende pune që paguhen mirë. Ka nevojë për të hyra të qëndrueshme që sigurojnë jetë me dignitet dhe parashikueshmëri. Ka nevojë për arsim cilësor për familjet e tyre, për siguri shëndetësore. Ka nevojë për një Kosovë që ecë përpara.